Së pari që të sqarojmë faktin që ndaj Zotit Veliaj opozita ka qenë në mënyrë kategorike, ka bërë 44 protesta, si forcë politike kemi denoncuar në SPAK mbi 4 kallëzime për inceneratorin që nuk ekziston dhe në fakt jemi të qartë që Zoti Veliaj sot nuk është në hetim për ato dosje që opozita ka çuar në SPAK dhe që në fakt do t'ishte e natyrshme që ai të ndiqej penalisht për ato miliona euro dhe për firmat që ka hedhur në ato vendime duke marrë dhe kompetencat e Këshillit Bashkiak dhe ne I kemi sqaruar gjëra gjatë. Kjo padyshim tregoi edhe një drejtësi me regji dhe selektive të drejtësisë dhe të prokurorisë për të parë Nesti Angonin, që unë dhe jam e bindur që është Edi Rama, sepse gjithë vendimarrjet, nëse ne I analizojmë, në fillim e mbrojti Zoti Veliaj, pastaj në mënyrë të befasishme shpalli shkarkimin e tij në Asamblenë e Partisë Socialiste, edhe pse këshilltarët e opozitës në bashki kishin kërkuar që në momentin që u plotësua afati 3 mujor I mosparaqitjes së tij në bashki dhe kur vendosi Zoti Rama, u shkarkua dhe ata këshilltarë në atë mbledhje teatër që kishin mbrojtur me aq zell Zotin Veliaj, votuan për shkarkimin e tij. Atëherë